Besimtarët musliman në mbar botën sonte me nderim shënojnë natën e Kadrit. Allahu i lartësuar veçoi për nga vlerat muajin e Ramazanit nga muajt tjerë të vitit. Nga ky muaj veçoi 10 netët e fundit të tij si më të mirat dhe nga to dalloi natën e Kadrit si më të rëndësishmen e tërë vitit. Besimtarët besojnë në begatit pafund të kësaj nate, për shkak se për të njëjtën ka folur vetë Zoti në Kur'an, ku thotë se nata e Kadrit ka më shumë vlerë se 1000 muaj, ndërsa akoma më madhështore e bën fakti se në këtë natë zbriti edhe libri i shenjtë Kur'ani. Në nderim të kësaj nate, Muftinia e Bashkësisë Fetare Islame në Gostivar mbajti një sër manifestimesh fetare nëpër të gjitha xhamitë e territorit që mbulon ajo. Manifestimi kryesor u mbajt në xhaminë e Mahallës së Re e për t'i ndarë këto momente bashkë me banorët e Gostivarit, erdhi edhe muftiu Sabahuddin Zendeli. Nata e Kadrit është natë në cilën Allahu fuqiplot lëshon faljen e tij. Është natë në cilën besimtari shpreh teuben e tij, shpreh pozicionin e tij përpara krijuesit të vet, Allahut fuqiplot. Është natë në cilën përcaktohet gjithçka për njeriu. Përcaktimet më të mëdha të vitit i cili do të pason. Është natë në cilën përcaktohet mbi lindjet, mbi vdekjet, mbi furnizimin, mbi gëzimet, mbi vështirësitë, mbi mundet, mbi sfidat të cilat njeriu mund të ballafaqohet. Është një natë pra ku njeriu duhet t'i kthehet vetes së tij. Nata e Kadrit veçohet sepse në këtë natë Allahu fuqiplot nga lehvi mahfudhi në qiellin e dynjas zbriti fjalën e tij, fjalë e cila do të plotëson begatit dhe dhuntit më të mëdha të Allahut për mbar njerëzimin në përgjithësi. Është natë në cilën Allahu fuqiplot lidhi qiellin me dynjan, sepse njerëzimi do të kishte shembullin më të mirë të personalitetit më të ngritur dhe të më të përsosur siç ishte Muhammed Mustafaja, sepse nga kjo natë fillon edhe pejgamberlloku i Muhammed Mustafas. Programi kishte edhe pjesën e tij artistike, me çrast zëra të zgjedhur nga kori i Muftinisë së Gostivarit bën bukur lexim të Kuranit dhe kënduan ilahi. Lutju Zotit me të dash prej zjarit me shkëtue, dash prej zjarit me shkëtue. Ja Allah i dashur, Zot bajtua, bakën të gjennet, Zot bajtume. Zot marruje vratit, lutem ja Rabbi, thoj keja Allah, ruje me iman, falen o shiroje se ti Rahman. Assalamu alejke ja Rasul Allah, assalamu alejke ja Habibi. Nata e 27 e muajit Ramazan besohet të jetë nata e Kadrit dhe besimtarët islame kalojnë atë në adhurim. Kjo pasi që besohet se në këtë natë vendoset për fatin e gjithë secilit dhe për të gjitha çështjet që ndodhin gjatë gjithë vitit vijues.